ajo që na ndihmon ndëruar që ta kemi pajisjen e vet llogaritës aktive vazhdimisht është vizita e varrezave. Sa atë kanë parë ty në thotë që kimë ra Allah. Sa kishin pasur që ata që këtu më quhen veç një herë me konset e Allah. Apo sa kishin pasur këta që janë këtë vend. Apo këto vendbanime. Sa kishin pasur chef ata, apo veç edhe një herë me fal drekën, veç edhe një herë. Madje wallahi shumë për atyre që ju kaloni në makinat e juva apo për ballë varrezave. Veç një herë nalu dhe thuj. Wallahi krejt çka dush ti jap çaj që mrena. Veç njerë me dojnë me thonë stakfirullah edhe me rapet poshtër. E ti mundesh me thonë. Një herë veç me thonë alhamdulillah dhe me rapet poshtër për të thonë. E ti mundesh me thonë. Përndaj, vëllaj, kur të kujtash se mas asaj s'ka më alhamdulillah dhe stakfirullah, ta kujtash se sa dush më kuna këtim këtë rëtim. Në vizita e varrezave, për kujtimi i fundit tonë, si kur të ka thonë pejgamberi sa thonë, udhkuru hadi me ledhat, kujtën e vazhdimisht ata që ja u idhëtën knatësita, vëllaj, mjaltën të idhë të bënë, apo deka. Apo mjalti të hungur s'duket që është e ëmbël. Si të përfund, si të mash, si të kujtosh se edhe për ta mjalt që po e ha Allah më vet pe ka. E masoj çabone. A u mëlsove boll, atëherë da ëmbël po, e tani çka bone masoj apo. Që të në fyt tjetër apo. Në çës njëri para më kështu apo. Prandaj asaj të pejgamberit më kanë piu të ftoft po. Kur ka qenë vapa mos u Abraham ibn Auf apo. Mi po shpesh herë uji i ftohtë është përcjellë me lat në vetmi, për anësinë se ka unë pe pi këta uji po shkoj them Allahut nesër për falënderimin e kësaj. Kjo shkoj në fladiti, apo e kur falënderimi apo. Kur falënderimi për këtë kjo kryti punën vet, begatia e ardhën në fladiti u kënaqja, kjo u kry, misioni i begatisë u kry. Mi po ku është misioni i falënderimit? A ne kujtimi i kësaj i varrezave, i përfundimit, i vdekjes, gjitha këto me lejen e Allahu xhallahu ala e mbajnë aktive gjithmonë vet llogaritin apo. Para se me dal llogaritë e mira apo. A e kënaq Allahu xhallahu ala se kënaq Allahu xhallahu ala. Subhanallah, më kujtohet njëra kam pyet Sheikh Abdul Qadir rahimahullah në Siri apo se ka elpin gutis po habitë me peshaj me Allahun azza xhel. Ka ndodhur kjo, ka ndodhur fatkeqësisht apo thon. Çashtu po na shet goja sa apo. Sheikh Abdul Qadir çka ju ka thon? Allahu më shëroft, na bashkojmë me të xhenet ju ka thon, atë shkon goja në herë e sedin me shajt, atë kur vallallë. Po normal se e mot 100 herë para se me fol këtë. Në kohën kur u kon stup si bajagi i theksum në Siri apo. Normal, çes shkon më në kur se mendimi se djeg është më i shpejt se fjala që e qet ato. Sa njerëz që kanë mendimin se djeg para se e qet me Allahun çlirum pak. Ora për tokë. Duhet me lidh mirë Allah apo. Ma shpejt më tronë se djeg se fjala që do me qit apo. E atë rregullohesh mirë apo. Andaj mendoj mirë. A kënaq Allahu xhallahu ala se kënaq Allahu xhallahu ala. A çan xhenet që ka xhenet Allah. Nuk çel. Po shuj pra. Hashte. Që dallimi themelor mes neve dhe ashabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot Ibn Qayyim rahimullah, kush mediton për jetën e ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i gjen fi ghayati al-amal ma ghayati al-khawf. I gjen në kulmin e punëve dhe gjithashtu në kulmin e frikës. Ata kanë bu më shumë diçka është e mundshme dhe kanë pas frikën e Allahut më shumë diçka është e mundshme. Thot wa nahnu Ibn Qayyim thot una për vokën e vet. Wa nahnu na ku hajon, ku ka pas halifat, ku ka pas ulema, ku ka qenë Ibn Taymi rahimullah mufti, apo nahnu thot jama'na, na kena bashku, asat ka bashku mes punës dhe frikës. Do thona Ibn Qayyim thot jama'na baina at-taqsiri bal at-tafrit wal amal. Nëse na kena bashku mes apo mangësisë, papunësisë, dembelisë edhe sigurisë. Shikoj kombinimin e ashabëve dhe shikoj kombinimin ton. Andaj kombinimi i punës dhe frikës përdhan sahabe. Apo nëse kombinimi i dembelisë edhe i mangësisë me siguri përdhan njerëz sikurse jemi nasad Allahu na ruaj na përmirësoj. Ku Abu Bekri e ka kap gjuhën e tij vetmi e ka thënë ka thonë që kjo është asaj që e kom po sherrën gjithë. Abu Bekri që nuk mohet men gjatë asaj që dim për Abu Bekrin. Nuk dim para jahilitit në shumë, mirë prej kur e ka pranuar Islamin 23 vjet bashkë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, se ndoshta 2 ose 3 herë ndoshta ka mujt me don ndonjë fjalë që mund të kuptohet si ofendim apo. E ka kap gjuhën e tij duke thonë unë më çaj që derisa një herë ka ndodhur ka ju Omeri dhe ka kap apo ka çka ju të bë?
Po shumë se kjo është ajo që buran për soi shkatrimi jam atë. Muhasebe shadide, që kjo është e kalkuluar për të joptë. Që to duhet timin e gati. Fitimi të asaj merr dhe sebepe, thjet leja. E ka caktuar dikush sa ka më koni jasapën. Për këta ty të ka Allah xhela kujdestar të që ti të kujdesesh për ta. Ka thonë Sufjan al-Thauri rahimullah, ma qultu kalimatan. Nuk më se kum thonë në fjalë. Kur? Në fjalë kum thonë e që para se me thonë nuk e kom paramendu, a muna edhe Allah të me thonë një mulkteja me njëta. Allah e këta me menu njëri shumë të thonë, bajegi i pakon, fjallët i pakon, qëndri, bajegi, mas në madha. I pa kush për një kështë të bënë Allah në falë. Andaj, logaritja para veprës, para se me thonë, a e në gjendet njëtin me thonë Allah të njësër, dhe si herë të vla, herë se dije, se jenë gjendje, si në gjendje, dënë me thonë, s'dënë me thonë, si qara për a thonë, ka se kur del për këtuit, registruat. Pas atë registruat, atëherë i vendosët në shkrimin fund, pse? Apo, pse? E qëka i thush Allahot, se pse, kur fillan me full, që kjo është përgjigjen rrë. Andaj duhet të them që llogaritja para veprës, pse kjo punë? Kusht ka thonë me bukët punë? Kusht ka thonë me ngajtë kësaj? Kusht ka thonë? Kusht ka thonë? Ti Allah më ka thonë.